Pesë diplomatë të rëndësishëm europian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës takohen sot me liderët në Kosovë dhe Serbi, me një qëllim kryesor, ringjalljen e dialogut midis dy vendeve. Gjatë paradites ata do të jenë në Prishtinë në takimin me kryeministrin Albin Kurti, ndërsa pasdite në Beograd, ku do të bisedojnë gjithashtu me presidentin Vučić. Perëndimorët janë të qartë në kërkesat e tyre të përsëritura shpesh së fundi, dhe që megjithëse do të jenë edhe sot në tryezat e bisedimeve si në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd. Peshqia pritet i kërkoj Kosovës të gjejë një rrugë për organizimin sa më të shpejtë të zgjedhjeve lokale në 4 komunat në veri dhe nisjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilin qeveria në Prishtinë e ka refuzuar deri tani, me argumentin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Ndërsa kërkesat për Serbinë besohet se do të jenë distancim nga veprimet që mund të destabilizojnë veriun e Kosovës dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura më herët në dialog. Kjo vizitë synon të dërgojë një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkojnë zbatim të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve midis dy vendeve, të arritur në 27 shkurt të këtij viti në Bruksel, dhe për të cilën një muaj më vonë në Ohër u arrit dakordsi për aneksin e zbatimit të saj. Por pas sulmit ndaj policisë së Kosovës nga një bandë kriminale serbe në 24 shtator në Banjsk, autoritetet e Prishtinës janë shprehur se dialogu nuk mund të ecë si më parë. Kryeministri Kurti ka thënë se nuk mund të ketë normalizim të raporteve me Serbinë pa pasur siguri në Kosovë. Ndërsa kryenegociatori i Kosovës për dialogun midis dy vendeve, Besnik Bislimi, ka kërkuar fillimisht heqjen e masave të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë të mos i lejohet të bëjë sërish agresion në vendin e tij.